kapuqat që kanë punu në përmina dhe kanë bosi. Me moto €1 për kilometër, humanisti shqiptar nga Istogo, Arbert Lebunici, ka nisur një rrogëtim në Australi, në mbështetjet e fëmijëve dhe të moshuarve me aftësi të kufizuara. Në kontinentin australian, ai ka filluar udhëtimin prej 2500 kilometrash duke u nisur nga Wellington Point për të përshkruar një itinerar sa sfidues aq edhe mbreslënës. Ky është misioni i tij i katërt i ndërtuar mbi një ide të thjeshtë, por me ndikim të madh. Për çdo kilometër që ai përshkon me biçikletë, €1 do të shndrohet në një ndihmë konkrete. Ky akt solidariteti ka përcen kufi gjeografik duke u ardhur në ndihmë kategorive më të ndjeshme të shoqërisë tonë. Çdo hap i kaluar bart një mesazh humanizmi. Prej vitesh, Alberti është angazhuar duke u siguruar pajisje mjekësore nga vende të ndryshme të Europës për ata që kishin më së shumti nevojë në Kosovë. Përmes shoqatës Bamirësia, ai e ka strukturuar këtë angazhim duke e bërë kontributin e tij më të qëndrueshëm dhe më të prekshëm. Të gjithë ata që dëshirojnë të kontribuojnë, mund të lidhen drejt për drejt me humanistin për të bërë pjesë e kësaj nisme dhe për të ndihmuar në përmbushjen e këtij misioni fisnik. Alberti na sill pamje interesante nga shkretëtira e Australisë, ku ai po kalon mijëra kilometra me biçikletë. Ju përshëndes gjithëve nga liçeni Leichhardt, që qenë ka liçe krypor. Shqyqeni flutura. Qenë ka një atrakcion i mirë, në ngjyra të ndryshme, kristalore, kishin edhe vetë. Unë ju përshëndes nga këtu dhe duhet të vazhdoj rrugtimin tim në drejtim të Kubabetit. Falenderoj gjithë ata që janë duke përkrahur këtë iniciativë timen për të ndihmuar fëmijëve dhe të moshuarve me nevoja të veçanta. Falenderoj Ja Obrin, i cili ka përkrahur këtë iniciativë me €100 dhe Ronaldon me €50. Shpresojmë që në ditët në vijim do të na përkrahen sa më shumë njerëz të vullnetit mirë. Ju përshëndes në gjithëve nga Leichhardt në drejtim të Kubabetit. Ju faleminderit e respekt për gjithë. Historia e Arbert Lebunicit është një thirrje e hishtur që na fton të gjithë të shohim përreth, të ndihmojmë dhe të besojmë se edhe veprimet individuale mund të sjellin ndryshime të mëdha shoqërore. Son të këtu Desert Cave.